Nuk e lonë me formu. Ti çka mendon ti, çish do të më formu? Do të më formu qeveria, se parlamenti e ka për detyrë çdo deputet që e ka marrë drejtën, e ka obligim qytetar me formu parlamentin. Mas se të formuhet parlamenti, nëse Albini ose dikush tjetër s'mund me formu, duhet shkon te i dyti. Domthon ato fore nuk mund më neshit neve. Na marrun, na tej prej mas lufte herë kanë thonë krahi i luftës, do votojmë për krahin e luftës edhe kemë votuar krahin e luftës. Po dalmi konkretisht tek Albini shkurtimisht se e lëm pasin asaj në pritje Kubra, që është edhe kjo është veteran justicë të Kosovës. Nëse komandant Kubra është njëri respektuar. Jo komandant Kubra, por çdo njeri që ka marrë pjesë në luftën e Kosovës, heroi imi është. Po çdo njeri në Kosovë dhe ku do të jeton shqiptar, ma ka me bësh mu edhe ati luftetarit vërtet, jo ushtar. Se ushtar e qiti komandanti jonë, sot që është në Hagë, e tha, çdo njeri që ka dhënë pikuj, ka drejt me apliku. Nuk është e vërtet kjo, nuk të bën ashtu. Nuk kanë drejt me apliku, se në hymnin e flamurit thot, prej lufte ai që largohet është i lindën tradhëtar. Dhe ma që ka mundësi tradhëtari më konë luftetar. Mos prek, po shpesh edhe për ty kur kemi pas intervista, dikush ka pas për tyre që ka thonë Musa Smolji s'ka qenë hiç luftë dhe ka qenë dezertor. Qyre, ai si ka thonë për mu, ka qenë dezertor, edhe ose nuk ka qenë luftë, ai është zë kurve ose është një shpion tradhëtar. Është i lindën, se në Kosovë, për fat keq, në shqiptari, është një përshindje se shumë e dobët. Se e kanë degradu këta vetë, luftetarët, komandantat e kanë degradu sa du bon milionera, ata si s'kanë bo bashkë kur gjohesh. Unë e po thëmë, unë e morë me përfasu luftetarën e vetet se është sukrone, lafi hidhur. E vërdet. Po nuk ka gjo më gjuna. Po, tha pak më herët për kryeministin Kurti, dhe më thonë që si ka fajt. Unë e kom po që edhe ministrat, për veteranët të Çekoslovakisë, unë e kom po që edhe ministrat e tij, dhe më thonë, shpeshherë kanë kritikuar dhe kanë kishur që kënë. Ka thonë Malina kish kushtu lufta me mercenar, për shembull dhe Koran Morati, ke pos kësi dhe më thonë. Kjo s'kesh më pos nga me strategjinë për veteranët e UÇK-s, është e rëndë për ty? Jo, është e rëndë, është e vërtetë se është e rëndë, po kjo ju në ty e kesh përdor bisedën. Pse? Pse se ju keni në planë e treja keni ju me degradu me rënd këtë popull. Jo. Nuk shiten rënat më. Pse, çka? Pse nuk shiten. Parlamentin duhet ta formojnë të gjithë. Po, çka rënat unë? Ai kanë thonë çdo sanata. Ata kanë thonë, si nëse jeni shesh patriota, kom thonë edhe në studio, në Klan Kosovë, edhe mund është më konë... Po rejdo, hajë që dalë me ti Mimoza, po mund është më konë edhe ti korruptum se ata tjerë. Po Mimoza Kosovare, për shumë, është e vërtet që ka full... Po shka me të sënë mu Mimoza Kosovare i kush është? Që shburë është Mimoza Kosovare... Lëvizën vetëvendosja. Mimja, lëvizën vetëvendosje, mujnë më kontrashtum 90% njerëz më të dëpë që i ka Kosova. Pse ti me këto? Me konë? Me vetëvendosje? Jo, unë jam me zotin. Unë jam një nga. Komandant Kubra, që ka me ndëne për kërë, ullu busë. Ullu se ashtë një edhe njërës dhe burë. Deshta të aprofundoj punën e Lopatës. Edhe pse në orë të Lopata, edhe pse shokët e mi, njërës të mi që në gjë 100% që në luftetarë, mës ta humbin shpresën për jetë se pasuria e jonë është familja dhe adhev i lirë. Bravo, do të gjë informacion. Dhe këtu se unë këta posë po ne që të pëdush, nga studio. Si shpitone? Fandet, zotit rujt. Me mnoma misërë, se janë nësëm që ashtu si shpet. Komandant Kubra, faleminderit shumë që erdhe. Për e dytë, normalisht me kërkesën tuaj për dhëtimën, sepse emisionin e pore kemi pos shumë kritika, kemi pos shumë kërcënime. Kemi pas tentativa për me hekë emisionin. Pse kjo po ndodh? Unë nuk kum pas drejt për drejti as kritika, as kërcënime, as që i pres, as që i llogaris serioze, se ata që i kanë bon ato kritika dhe ato kërcënime, është dashtë në kohën e luftës me dal para neve, pikrisht si para musës, si ushtarë, snajperiste, si para me, si komandant vijat e para me ushtarë, edhe me thonë, jo, na do të bojmë luftën, jo rinim brapa. E ata janë thjesht
pulash. Ata që në kanë... Po, komandantat pulave, edhe njerëz dyshimt që bojnë kritika... Komandant pula pithu për shembull se kem pasur kritika për emisionin prej komandantit Kosharës. Edhe Lepurusha, cilët... Lepurush për qunë komandantin e Kosharës? Ka edhe Lepurusha në gjdo front, jo veç në Kosharë. Dhe më thonë unë për emisionin e parë, që e kom realizu me tyje, kom marrë kritika prej Rustem Berishës. Po pikërisht Rustem Berisha regullisht sa herë kemi pas takime dhe gjithë herë ka thonë këto që po i promovojmë në për vjetoret e dëshmorve, këto jem të i bone me avzbut zemrën pak familjeve, se na realitetin e dim që është ma në ryshe, si kanë ra dëshmort, po duhet t'i bojmë. Njëjtë e kanë bojmë dhe në kohën e luftës, atë pjesën e luftës speciale, si Rustemi, shembull, që e ka çfarë lufte ka bërë Rustemi kundra te? Unë se di jo kundra me nuk thash. Po në përgjithësi, nëse toleron të flitet për luftën edhe nuk del që është dashur Rustemi i pari dalin ta prezantojnë zinxhirin komandus të aty në njësive që kemi marrë pjesë në thyrjen e kufirit si grup operativ të re, ku prej 11 majit 99 jemi si brigad 138 Agim Ramadani, që ka do me thonë Asagimi Asaliu nuk kanë ra dëshmor si dëshmor brigadës 138 Agim Ramadani, po kanë ra dëshmor të grupit operativ 3, ku fillim me shifet që kemi qenë të riformacione, spaku e ma shumë. Edhe njësin që e këmë dhe që unë ka qenë njësi vartëse. Po tash ju dhem shumë, se pas lufte tash dhe ushtarë tash që në bo ma di shumë pas 26 viteve, edhe ata thujnë gjithë shka kemi ditë. Si do të zhvillohet operacioni luftimi, ose si unë bon vëzhgimet e... Po pse gjithë akuza, komandant, pse gjithë akuza drejtim të Fadel Handërgjona, i cili është njeri respektuar edhe ndershëm, luftari vërtet, pse gjithë akuza kundër Rustem Berishës, komandantit Kosharës? Nuk përmena unë me emin, po Rustemin pikrisht është, do me thonë, simboli komandanti kryesor i betejës të Kosharës. Për shkak gënjeshtave që i kanë tolerue. Çfarë gënjeshtra? Gënjeshtave dhe sa i përket zhvillimeve luftarake. Për shembull? Për shembull, deri 90% ti ndëgjon për diçka që ke marrë pjesë vet, i ndëgjon për 90 rrëfime tjera. Për shembull, cili një prej tyre?